I nderuar kryetari Kuvendit, të nderuar deputet të pranishëm, ju përfaqësues të mediave, të dashur qytetarë të Republikës Kosovës dhe të nderuar gjithashtu deputet të atyre partive cilat kanë zgjedhur sot të mos jenë të pranishme në këtë sallë. Unë nuk do të merrem as me interpretime ligjore sepse është e qartë situata ligjore rreth kësaj seance, as nuk do të merrem me interpretime se sa e dëmshme apo jo është çdo vonesë që shkaktohet. Mirë po duke pasur pritjet goxha t'ulta në raport me PDK-n, AAK-n dhe duke mos pasur asnjë lloj pritje në raport me listën serbe, më lejoni që nga kjo foltore t'i drejtoj me një apel publik deputetëve të grupit parlamentar të LDK-s. Të nderuar deputet të LDK-s, duke e njohur pulsin, duke e njohur përkushtimin dhe duke e njohur vullnetin e votuesve të partisë tuaj, më mirë ndoshta se sa ata që kanë përgjegjësi të larta në partitë e juaja, ju ftoj publikisht që si parti e ardhur nga një traditë institucionaliste, të mos bëheni bashkë me ata të cilët nuk i respektojnë institucionet e shtetit, të cilët bllokojnë procese të rëndësishme, të cilët bllokojnë buxhetin, bllokojnë pagat edhe bllokojnë të ardhmen e këtij vendi. Ju bëj apel publik sot të gjithë juve që keni mundësinë, me qenë se kjo seancë nuk do të mbyllet tani me sa e kuptova kryetarin e Kuvendit, që të vini në një orë më të vonshme dhe të votoni marrëveshjet ndërkombëtare në atë sensin i cili në parimet në të cilat është krijuar, është ndërtuar, është zhvilluar partia juaj. Mos u bëni kontribues të bllokimit të shtetit, sepse as nuk ju bën nder juve personalisht si deputet që keni marrë përgjegjësi, por as nuk do të ketë përkrahje tek votuesi i juaj, i cili ju fort mirë e dini se cilat pritje ka ndaj jush. Prandaj ky apel publik ju drejtohet juve të dashur, të nderuar deputet të LDK-s, me ftesën publike që në seancë të vini edhe të votoni zhbllokimin e proceseve kaq të rëndësishme. Faleminderit.